Shqipëri do luftoj korrupsionin edhe do na ndihmoj të futemi në Bashkimin Evropian. Çfarë mendimi ke ti? Mendimi im është se e mirë ka thënë, po se realizon dot. Nuk realizon dot. Sepse korrupsioni nuk zhduket. Nuk ka zhduket në asnjë vend botës, jo më këtu në Shqipëri. Si jemi në vitet fillestare të demokracisë. Çfarë raporti mendon se do ketë me Ramën, duke qenë se janë edhe të dy të gjatë? Do ketë marrëdhënie shumë të mira, raport shumë të drejtë. Le të qaflet opozita. Si do luftoj korrupsionin nëse ka marrëdhënie të mira me Ramën? Si do luftoj vetëm me institucionet e drejtësisë, nuk e lufton korrupsionin as ambasador amerikan, as kryeministri. Institucionet e drejtësisë, prokurori, gjykatë, hetosi, ato janë të pavarura deri tani. Deri tani kanë akuzuar Berishën dhe Ramën, ata janë të pavarur. Ato duhet punojnë që të luftojnë korrupsionin. Në doganën, në arsim, në shëndetësi, në çdo sektor të fushës jetës. Po vetë politikanët kush duket më i korruptuar? Me korruptori, Sali Berisha. Ai ka 30 vjet çfarë ka bërë këtë popull shqiptar. S'është më në qeveri. Si son qeverim. Plaku në 85 vjet sot do jetoj deri në 95 vjet kryetari i partisë. Partia e tij, parti familjare. E thot do shpall kandidaturën për kryeminist. E vetëm ta shpall kandidaturën vetëm për botën e tretë kryeministre. Ta marr me ajo mortja me vete. Çfarë thon? E dogje Shqipërinë, e përvloj, e sabatoj, gjithat. Edi Rama s'ka pra njeri. Edi Rama është lider botëror, është paqësor. Ka vjedhur apo? Jo, ku ka vjedhur? Do t'i ka vjedhur, pse të merre me llavet jonë, ka vjedhur. Ku ka vjedhur? E quj të vjedhur ai që dënohet Belinda ka vjedhur. Me vendim gjykate. Ai është quj. Po dole Belinda ka vjedhur. Çe Belinda, as Belinda s'ka vjedhur. Pse akuzojnë? Akuzojnë politika. Sala merhumi. Ai është kriminal, terrorist, dhe agent i gjitha shteteve.